U bën pyetjet e fundit, jeni lirë të shkoni, mund të largoni nga salla e gjyqit, ju faleminderit që erdhët, që ndat informacionin që kishit me ne, mund të largoheni me sekretarin e seancës, përgjigje. Faleminderit, po nuk pata një shans, më premtuat që mund thoja diçka, nuk më dhat mundësinë të thoja diçka. Gjykatësi keni thënë plot? Më jepni vetëm 2 minuta, ju lutem. Do them diçka nga perspektiva ime. Gjykatësi nëse thoni diçka, nuk mund t'ju bëhen pyetje për këtë. Përgjigje, nuk do them asgjë që ka nevojë të pyetet më pas. Po dua t'ju jap thjesht një perspektivë, se përmenda revolucionin amerikan disa herë. Jemi në një epokë aktualisht ku ka forca të mëdha që përpiqen të ndikojnë qeveritë ndryshme, që prej luftës së dytë botërore jemi përpjekur të kemi një sistem ndërkombëtar bazuar në rregulla, që ka funksionuar deri në një mas, po nuk ka funksionuar tërësisht. Dhe pas rënies së murit të Berlinit dhe hapjes së lindjes, u shpërbëj Jugoslavia dhe personat në Jugosllavi kërkuan të njëjtat liri sikurse perëndimi. Sigurisht kjo është ka filluar që me monarkinë e Habsburgëve dhe sovjetikëve dhe kemi një situatë aktualisht në Ukrainë. Nuk po përpiqem të jem i pasjellshëm, se proceset penale janë të rëndësishme. Por duhet të ketë një kufi duki sa i takon rendit. Pra, ka rend, por persona duhet të respektojnë dhe duhet të përpiqen të luftojnë për të drejtat e tyre. Dhe këtë u përpoq të bënte UÇK-ja në fillimin e viteve 90, kur thjesht nuk pranuan shtypjen prej serbëve dhe bën të pamundurën për të rezistuar shtypjes prej serbëve. Pra, ata nuk janë terrorist. Pavarësisht se kur shkova takoja unë generalet serb, ata më thanë, po ata janë terrorist. Ata nuk janë terrorist. Janë njerëz që luftonin kundër një regjimi të padrejtë, i jashtëligjshëm, i cili meritonte të largohej e të zvendësohej. E njëjta gjë po ndodh aktualisht në Ukrainë dhe mund të vazhdojë edhe më tej. Dhe mendoj se kjo është shumë e vështirë për jurisprudencat e gjykatave aktualisht, sepse në një moment kemi jurisprudencën e Gjermanisë. Edhe në Gjermani kemi një qeveri demokratike. Këtu kemi persona që luftuan për lirinë e tyre. Pra, ligjet, procedurat e shoqërive moderne duhet të kuptojnë edhe nevojat e personave që luftojnë për lirinë e tyre dhe për dinjitetin e tyre. Kështu filloi revolucioni në Shtetet e Bashkuara, prandaj kam përmendur kaq shumë herë, dhe ata patriot amerikan në 1775-74, po ashtu konsideruan terrorist pikërisht në britanikët, siç ndodhi me amerikanët, por Amerika u kthye një shtet madhështor. Pra, duhet të kemi parasysh të shkuarën, historinë, duhet të shikoni çfarë po ndodh në Ukrainë, mbasi do ketë procese për Ukrainën të ngjashme. Po është rëndësishme të kuptoni rrethanat dhe kush mban përgjegjësi penale, dhe se ka aspekte më të larta strategjike që ndonjëherë kanë epërsi, edhe që shkojnë përtej mundësive të një individi të vetëm. Faleminderit që më dhat mundësinë ta shpjegoja. Ky është mendimi im. E kam ndjekur këtë gjykim dhe i qëndroj bindjes së mëparshme që Hashim Thaçi nuk është përgjegjës për atë çka ka ndodhur në Kosovë. Ai nuk mban përgjegjësi për aktet individuale të dhunës së hakmarrjes.